Horoskopi ditor. E premte, 8 maj 2026. Dashi. Yjet do të bëjnë jetën tuaj sentimentale edhe më të bukur. Kënaqësi do të jenë të mëdha, kështu që mundohuni të shfrytëzoni ditën sa të mundni. Beqarëve do t'ju fillojë t'ju rahë zemra shumë fort. Takimet do të jenë sharmante dhe mjaft argëtuese. Planetët do e stabilizojnë sektorin e financave. Bëni kujdes me shpenzimet sepse situata mund të përkeqësohet më shumë se sa ju mendonit. Demi. Ata që janë në çift do të mendojnë se nuk e kanë shfrytzuar aq sa duhet jetën deri më tani dhe do të mundohen të fitojnë kohën e humbur. Dita do të jetë pozitive. Jeta sentimentale e beqarëve do të jetë e qëndrueshme dhe me mbështetjen e yjeve një miqësi e vjetër do të kthehet në një lidhje shumë të fortë. Do të tregoheni më të kujdesshëm me financat, por duhet të shmangni me çdo kusht marrjen e vendimeve. Binjakët. Marrëdhënia me atë që keni në krah nuk do të jetë shumë e mirë dhe e qetë sot. Mundohuni të mos impononi mendimin tuaj, sepse kjo nuk do t'i pëlqejë as pak partnerit. Toleranca do të jetë zgjidhja më e mirë. Hëna do t'i bëj beqarët të paqëndrueshëm dhe ata nuk do të dinë çfarë të bëjnë më parë. Më mirë mos tentoni fare. Buxheti do të jetë i paqëndrueshëm, kështu që shmangni çdo shpenzim të pamenduar. Gaforia. Falëndimës që do t'ju japin yjet dhe përpjekjeve që ju keni bërë kohët e fundit për të kaluar çdo vështirësi që ju ka dalë në çift, sot do t'ja dilni mban. Klima do të fillojë të ngrohet. Beqarët do të kenë shumë takime, por nuk do të kenë as pak dëshirë të fiksohen diku. Financat nuk do të jenë të këqija, por nuk do të mund të bëni dot transaksione shumë të mëdha. Bëni tepër kujdes. Luani. Hëna do të ndikojë mjaft pozitivisht në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Lidhja juaj do të thellohet më tepër dhe klima do të jetë më harmonike se kohët e fundit. Nëse ju beqarë jeni në kërkim të shpirtit binjak, mundësi do të jenë edhe më të mëdha sot që kështu bëjni syt katër. Fati do t'ju buzëqesh në planin financiar dhe të gjitha problemet që keni patur kohët e fundit do të mund të zgjidhen. Virgjëresha. Nëse jeni në çift, duhet të bëni kujdes nga tundimi për të filluar aventura të reja, sepse gjithçka që kishit ndërtuar deri më sot mund t'ju shkatërrohet. Beqarët do të jenë gjatë gjithë kohës në kërkim, por mundësitë sot nuk do të jenë kaq të mëdha. Mundohuni me sa të mundni të rregulloni problemet tuaja financiare, sepse nëse i shtyni për më vonë, ato do të ndërlikohen më tepër. Peshorja. Jeta në çift do të jetë animuar sot dhe me të papritura të këndshme. Partneri do t'ju habis me surprizat që do të ketë përgatitur dhe ju do të ndiheni mirë. Nëse ju beqar kohët e fundit jeni ndeshur me persona interesant, mos keni frikë të shprehni pëlqimin tuaj. Në planin financiar do t'jenë yjet ata që do t'ju mbështesin gjatë gjithë kohës. Nëse keni marrë hua, ka ardhur momenti t'i shlyeni ato. Akrepi. Në jetën në çift do të ketë një revolucion të vërtet sot. Yjet do t'ju mbështesin dhe do të krijojnë një ambient tepër të ngrohtë. Përfitoni sa më shumë që të mundeni. Beqarët do të jenë mjaft nostalgjik. Kujdes, mos e teproni sepse kjo mund të kthehet në disfavorin tuaj. As aventura fatshkurtra mos filloni sot. Yjet do t'ju ndihmojnë të menaxhoni me shumë kujdes dhe me seriozitet financat tuaja. Situata paraqitet e qetë. Shigjetari. Fal përkrahjes së planetëve ju do të jeni të gatshëm të vendosni dialog në jetën në çift. Në bazë të kësaj do të mund të sqaroni dhe mosmarrveshjet që keni patur. Edhe për beqarët do të jenë planetët që do të favorizojnë takimet. Do të jeni sharmant dhe mjaft tërheqës. Në planin financiar do të hyni në një periudhë të mbushur me fat. Disa do të mund të kenë edhe përmirësim të konsiderueshëm të buxhetit. Britsjapi. Përsa i përket jetës në çift do të shkoni nga surpriza në surprizë sot dhe do të ndiheni më së miri. Kujdes, vetëm mos bëni ndryshime radikale sepse nuk është dita më e favorshme.
Ju beqarët nuk duhet të fshiheni më, por të ndërmerrni iniciativa. Vetëm kështu do të mund të gjeni personin e duhur. Nuk do të keni fare probleme me financat dhe kjo fal një menaxhimi të mirë të bërë kohët e fundit. Ujori. Do të shihoni momente të këndshme në praninë e partnerit tuaj dhe nuk do të shkëputeni për asnjë moment nga ai. Mos harroni të shprehni dashurinë. Beqarët do të shfrytëzojnë në maksimum lirinë e tyre dhe nuk do të mendojnë të krijojnë një lidhje. Çdo gjë do të jetë në dorën tuaj. Paguani borxhet që të jeni më të qetë në planin financiar. Situata që sot do të fillojë të stabilizohet. Peshqit. Nën influencën e yjeve do të tregoheni shumë kërkues ndaj partnerit tuaj dhe do e keni gjithmonë dhe më të vështirë t'i pranoni defektet e tij. Marsi do të sjellë surpriza për beqarët. Ky planet i pasionit dhe sensualitetit do t'ju bëj edhe më tërheqës për seksin tjetër. Është gjithashtu në interesin tuaj të ulni sa më shumë shpenzimet në mënyrë që të mos përballeni me vështirësi në ditët në vijim. Do t'ja dilni sigurisht edhe pa to.